bashkëpunëtor edhe në sot një ditë kaq të rëndësishme. Ju ftoj të gjithëve të mbani pak qetësi. Ju ftoj të mbani qetësi, çuna me megafon, ju lutem pak respekt sepse do kënojmë himnin këto kombëtar. Ju lutem pikni megafonat sepse do kënojmë himnin këto kombëtar. Bravo! Që këto minuta të parë t'ja dedikoj kësaj date historike, me 10 qershor të vitit 1878 në lidhjen shqiptare të Prizrenit, Abdul Flashi nga jugu thellë u bashkua me të urtin Ymer Prizreni. Bashkë me ta ishte trimi Sulejman Vokshi e po ashtu Ilyas Ibra. Erdhën shqiptar, burra gra, nga së pitoreve shqiptare, u bashkuan, i mblodhi kombi, i mblodhi dashuria e rreziku i ateut të tyre, i Shqipërisë që po të ftohej. U mblodhat pa mëri, pa inate, u mblodhën për kombin. Sot, në ditën në përvjetorin, më falni, të 148, ne bitë të tyre jemi po në të njëjtën situatë. Ateu jonë është në rrezik. Ndaj jemi të bashkuar në këtë shesh, për të mbajtur gjallë lidhjen dhe për të shpëtuar kombin tonë. Lidhja është gjallë, lidhja është edhe sot, nga të gjitha troje shqiptare, jemi bashkuar për të mbrojtur Shqipërinë nga këta pushtues modern. Jemi mbledhur për të mbrojtur trojet tona, për të mbrojtur natyrën tonë, për të mbrojtur të ardhmen tonë e fëmijëve tanë, për ta bërë Shqipërinë një vend të
Australia, duke shpërndarë në çdo cep të kësaj bote. Sot ne do bëjmë Shqipërinë një vend të denj për të jetuar këtu me dignitet, me krenari. Një vend ku do të respektohen të gjitha shtresat e shoqërisë, ku do të respektohen të gjitha të drejtat tona, ku do të kemi arsim të cilësor dhe shëndetësi cilësore. Ndaj, mos harrojmë thirrjen tonë, Rama Burg, Berisha Burg! Qunat aty në megafon, ju lutem largohuni, mos interferoni. Mos interferoni, qunat në megafon, ju lutem. Ju lutem, mos interferoni. Rama Burg, Berisha Burg! Ju lutem, mos pranoni asnjë përçarje. Jemi për te partive politike, për te feve dhe për te interesave personale. Jemi për Shqipërinë tonë, jemi për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë. Përshëndetje të gjithëve. Jam këtu sot për të sjellë një mesazh në bashkëpunim ju me një adresar i madh, një shqiptar i mirë dhe i mund një akademik i madh si Kim Mehmeti, i cili pa mundësi për të ardhur fizikisht, ka dashur që të ndajë një mesazh me të gjithë ne këtu. Mos lejoni që maskarejnë t'ju tregojnë se kush jeni. Shumë të rinj më kanë bërë thirrje jetë të bashkëngjitem në protestën e tyre në Tiranë, por mosha dhe problemet shëndetësore ma pamundsojnë këtë. Unë i përulem zërit tuaj, i cili është ilaçi më i mirë dhe i vetmi për ruajtjen e krenarisë dhe të shpresës mbar shqiptare. Ju jeni duke për atë që nuk ja dojnë dot ta bëjmë ne, patriotët e debateve televizive, ta mbroni Shqipërinë nga alianca e qelbësirave dhe t'u aktheni atë pronarëve të saj, shqiptarëve. Por nëse e do nevoja, zëri tuaj do t'i vi pas edhe duke u zvarritur. Sidoqoftë, mos u dorëzoni, sepse nëse ju që keni kundër zhvillimit të Shqipërisë, atëherë mos ballë më dhe unë do ta zhvillojnë ata që për 3 dekada me radhë e plaçkitën dhe e kriminalizuan atë, apo mediat që i sponsorizon krimi, ku debatuesit dhe elitat e të gjitha ngjyrave u jargaviten pushtetarëve dhe oligarkëve. Nëse ju qëndeni zëri interesave tuaja, atëherë mos vallë zëri i shqiptarisë me që nga ai i atyre që përtasin nëpër studio televizive, vetëm që të mos dëgjojnë klithmat e popullit, apo ai i pushtetasve tanë që nuk guxojnë kolegët vetë greka, serb, po përmendin Çamërinë dhe luginën e Preshevës. Zëri juaj është ajo klithme e munduar shqiptare. Zëri juaj ja kthen dignitetin shqiptarisë, sepse ai ngërthen vetvete thirrjen e shqiptarëve të kudo ndodhur. Dhe mos harroni, Shqipëria më shumë ju takon juve se sa neve, që nuk arritëm atë ta mbronim nga hajdutët dhe shfaqsit. Siç nuk duhet të harroni se shqiptaria kur nuk ka patur kaq shumë maskarënj që duan këtij popullit, janë ngatrojnë herrojnë me tradhtarët. Andaj ju keni të drejtë na gjykoni neve që u harxhuan të ardhmen, e ne nuk kemi të drejtë të gjykojmë juve që shqiptarisë ja ktheni krenarin dhe dignitetin. Ju jeni herojtë e mi dhe unë për jetë
të metem shërtori juaj për ullur, Kim Mehmeti. Faleminderit gjithë. Dorheqje, 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 dorheqje. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve që ndodhen në shesh, që të tregohemi bashkëpunues me njëri tjetrin. Qëllimi jonë është një dhe i vetëm, të shpëtojmë Shqipërinë një herë mirë nga kjo klasë politike që na ka pushtuar për 85 viteve. Ne s'kemi patur një ndërrim të vërtet sistemesh, ne kemi patur një ndërrim të tyrash, dhe jeta jonë në këtë vend vazhdon dhe tjetë e mjerueshme. Jemi në kufit e mbijetesës, pjesa më e madhe e popullsisë. Ndaj duhet jemi gjithë bashkë në këtë shesh, për të interesave personale, për të çuar përpara Shqipërinë. Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Tani do plasi një për atyre çunave që në jetën e aktivistave shembull për rezistencën që ka bërë dhe për mbrojtjen që i ka bërë tokës vet dhe për aldetarizmin që ka treguar. Et Violi nga Ducati do flas për ju. Përshëndetje të gjithëve. Më bëhet zemra e madhe kur shikoj ka shumë njerëz të mbledhur në shesh për një qëllim të bashkuar. Por gjatë këtyre ditëve kaq intensive, kaq të zjarrta të protestave tona, kemi pasur shumë debate si popull, si aktivist. Dhe një nga debatet ka qenë që nizmetarët e protestës, a të dalin atë mos dalin, se mos mërzitet populli, mos duket si përvetësim. Unë jam që për të shpëtuar protestën nga ata që tentojnë ta kapin, nizmetarët duhet të shpallen, pastaj për të mos bërë protagonizëm, të ngrihet një kuvend kombëtar nga gjithë aktivistët, të gjitha grupet, të gjitha krainat. Kjo është një domosdoshmëri, sepse protesta nuk mund vazhdoj pafundësisht vetëm në ngjitje. Do vi një moment që nga ngjitja do vi drejt zbritjes dhe nuk duhet ta lejojmë, sepse nëse kjo protestë ndodh, atëherë do instalohet një diktaturë 10 herë më e egër se kjo që kemi. Një autokraci. Prandaj unë kam gull që ne për të sjellë Shqipërinë e re duhet të ndërtojmë një sistem të ri. Dhe sistemi i ri nuk mund të nisë kuturu. Le të thrasim një kuvend kombëtar ku të gjitha forcat përparimtare të shoqërisë shqiptare të bëhen bashkë në një tryezë të madhe me qindra njerëz, ku do të ketë disa rregulla komunikimi që për të marrë vesh dhe për të marrë vendime efikase, le të jenë të larmishme të gjitha grupet, se normal që janë të larmishme përfaqësojnë gjithë shoqërinë, por na duhet patjetër një tryezë kombëtare, një kuvend kombëtar do ta quaja unë. Nuk e di sa dakord jemi, por ju bëj thirrje të gjithëve që jemi në shesh, të mos e nevlerësojmë të pikë, ju lutem. Nëse jeni dakord, jani të ngrem një kuvend kombëtar gjithë përfshirës, ku të jenë gjithë, përveç partive të vjetra, sistemi të vjetër. Dhe përveç atyre forcave që duken si të reja, por nuk janë aq të reja sa duken. Ndërsa gjithë të tjerët të përbashkohemi në një tryezë dhe të arrëzojmë këtë sistem të kalbur. Përveç kësaj doja të thosha, ju lutem të gjithëve të mos e zvogëllojnë protestën. Jani ngulmoni, varet fati jonë, varet fati i fëmijëve tanë nga kjo protestë. Ta shumojmë, ta shtojmë, të mos e taksojmë. Ju falenderit gjithëve që ndrojmë të bashkuar deri në fitore.
që t'ju bëj thirrje të gjithë miqve të tyre që punojnë administrat, që të bojkotojnë atë antiprotestën që kryeministri jon ka thirrur dhe të bashkohen këtu në shesh me ne, sepse kjo nuk është më një betejë për një rrogë në fund të muajit, por kjo është një betejë për të jetuar me dignitet në shtetin ton, në tokën ton. Rama kur Berisha kur, 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 Rama kur Berisha kur. Stavri Misho, që marine Misho në Sasani për emision të vjetë. Kam qenë me familje, jetë majzat e mija, për 22 vjetë, nga vjetorin 74-ës, deri në 96, për 22 vjetë. Kam drejtuar nga sektor në të mështirë dhe të rëndësishëm, dhe kam të shpërnisë në kritit, Ju lutem pak qetësi se po flet zotëria. Ju lutem pak qetësi çuna deri. Qetësi. Se Misho është ka kryqin e Trentus dhe diçka u kthyen një motiv një edukat patriotike që çdo ishulliot oficer, ushtar, marinar, diçka që ishte të rritë vërgjësin me këtë medalje të ardhë të patriotizm të madh shqiptar të mbrojtjes të 1 centimetër të ishullit Sazanit. Sigurë nga problem, sigurë nga në mabajti. Po shetë Sazanit. Vorrei microfono lo potremmo dire cosa. Pandaj uroj me rritëse. Rështë të rinjë. Legami per Dhe të të dashë. Rështë të rinjë shqiptare. Rështë Shqipëria. Faleminderit zotëris. Ai është një shembull se si njerëzit kanë punuar me sakrificë për të mbrojtur çdo tokë, çdo cep tek Sicilianeut, të cilin sot ta qeveritar që pretendojnë që kanë marrë vetat tona, tuan pashesin për interesat personale. Kaj ne jemi këtu për të mbrojtur ardhmen tonë, për të mbrojtur edhe mundin e atyre shqiptarëve që kanë punuar me sakrificë për të mbrojtur çdo cep të Shqipërisë. Ndaj do jemi çdo ditë më shumë, çdo ditë më të fortë dhe çdo ditë më të vendosur derisa ky regjimi të vi fundi. Berisha kur, Rama kur Berisha kur, Rama kur Berisha kur, Berisha kur, Rama kur Berisha kur. Ato që kur i jepet mundësia shkëlqejnë, ashtu si shumë bashkëdhetar tonë, dhe kontribuojnë në vendet e huaja, dhe sot do vi të flas këtu para nesh, dhe uroj shumë që ne t'i japim zot, t'i japim më shumë zot sa rinie dhe ta bëjmë Shqipërinë një vend më të jetueshëm për ne, dhe të gjithë ata që janë larguar, të kthehen dhe të kontribuojnë në vendin e tyre. Shqipëria për shëndetje në pastar. Unë quhem Pranvera Smith, kam 30 vite që jetoj në Angli. Unë kam pasur një përfshirje shumë madhe me komunitetin shqiptar në Angli. Ndërkohë kur unë kam punuar me djem, me gra, me vajza, me fëmijë, të cilët kalonin nëpër kamione, kalonin nëpër ujëra për të arritur tek vendi për ndum. Zoti e ama vinte aty dhe thoshte,
që thon kriminal. Jo, zoti Rama, fëmijët tanë nuk janë kriminal. Fëmijët tanë janë arma. Zoti Rama, ti je kriminali dhe është ky racizëm i papar që unë nga ky sistem përfundova në burg, kam bërë burg në Angli, mbi 3 vite. Jam nona fëmijë një fëmijë autik dhe fëmijët e mi e kanë baban angles të bardh. Nuk e kanë problemin angles me ne, por e ka ai zotnia me ne, sepse ndërkohë që fëmija e ti vinte në Angli duke bler shishe shampanje në për klube të shtrejta në Londër nga 2.000 pound, fëmijët tanë vjen tani ishin në për shtëpia vari, duke vra, duke pre, vetëm për mjetu. Ja, zoti Rama, këta qalamar që i kisha, ja ku tani, edhe ato kanë me kësi për nise kështu në riporti. Nuk kama, zoti Rama, sepse fëmijët tanë, ja ku janë fëmijët tanë kanë bësh rrugët, me litën të gjithë botës të shikojnë. Raca shqiptare është raca më e bukur në botë. Ne po zbukurojmë racën kudo ku shkojmë, po përmison sidomos në Angli mund të them, kur shesh fëmijë shqiptar, o zot kënaqet syni, aq të bukur, aq të sjellshëm. Ne përshtateshim me çdo fe. Nëse na doni të jemi katolik, bëhemi katolik, nëse doni musliman, bëhemi. Jemi njerëzit më të përshtatshëm, njerëzit më human në botë, nuk jemi kriminala. Ky e kriminal. Edhe një flas të fitën zoti Rama, duhet të them ty. Në fusharët e bukës, duhet të them, varet që si, unë ka qenë qoni për çfarë jam akuzu, vetëm zoti e din. Me emër shpirtin babës tim që ka vdekur, me dhimbjen time, ti që i ke vra, ti që po vret popullin tonë, dua të them zoti Rama, unë jam më fort, unë jam nën e këtyre fëmijëve, po ti, unë e marrova burgën, po ti, marrë kriminal, ku të më fillosh burgën tanë? Poshtë fashisti, poshtë Edi Rama, poshtë të qeverin raciste, kriminal. Sepse sjellja që ata kanë bërë për disa vitesh me shumë nga aktivistat ose personat që i kanë parë protagonistë të protest, ka qenë një sjellje e shëmtuar dhe një sjellje për shtetit diktator. Ne kemi pas çdo ditë mesazhe nga aktivistët që janë ndaluar nga policia, që është bërë presion, që kanë bërë kontrolle të pasyeshme. Pse? Sepse vetëm merrnin pjesë në protest. Por kjo nuk na pron. Kjo na bën më të fortë. Kjo na bën më të vendosur se të pidhe regjimi të i fundi. Se ne duhet të kemi të drejtë të flasim. Ne duhet të kemi të drejtë të themi që kjo gjë nuk shkon. Ne duhet jemi ata që vendosin për fatet tona, dhe jo vetëm një grup për 140 deputetësh që nuk janë njohur as fytyrat në Parlamentin shqiptar. Ndaj, me lejoni të kem kënaqësinë e madhe, të ftoj një nga personazhet më patriot që unë kam njohur, një nga personazhet më patriot të historisë shqiptare, një djalë që ikun nga Mallakastra për të luftuar me vëllezërit e vet për të çliruar Kosovën, një nga herojtë e UÇK-s, zoti Meçan Zotaj. Ai do të flasë dhe të tregonte për historinë e tij. Qeveria kriminale e Edi Ramës, me sklevrit e tij modern, patronazhist dhe ata institucional, kanë filluar presionin e të gjithë pjesëtarëve që dalin dhe deklarohen në kundërshtinë e tyre për këtë qeveri kriminale dhe për këtë sistem të kalbur 35 vjeçar, 36 vjeçar. Është kjo qeveri që para disa vjetësh ka shkuar dhe ka arrestuar vëllain tim për shkakun të kundërshtimit tim të kësaj qeverie kriminale.
ata kanë shkuar sot në mëngjes, kanë bërë presion të shtëpia ime në Roskovec, vetëm se unë tije kam krahasuar me Ceausescu-n. Ai është Ceausescu dhe nëse vazhdon të vizionoj popullin, do të ketë përgjigjen e tij nga populli. Nuk e ka problemin me mua personal si individ, e ka problemin si institucion, e ka problemin si një person me përgjegjësi shtetërore i cili bën pazare treta dhëll sikur të kishte vligun e kristaqe. Kërcënimet që qeveria bën përmes njerëzve të saj patronaziste përmes flevëre të tyre në institucione, neve na bën edhe më të fortë dhe më të qëndrueshëm. Personalisht i kam shijuar plagët e liris. Më besoni që janë ato që na bëjnë më krenar se gjithçka. Jemi të këqëm, derisa kemi kohën deri në fund, për t'i dhënë fund fashizmit të kësaj qeverie 35 vjeçare, fashizmit të tyre institucioneve që urtësinë e këtij populli punëtor e morën për tepsi. Ata në shkenën, ata në shtypën, ata në ndarën çdo të drejtë. Dhe nuk ju ka mjaftuar, përveç se shesin popullit të ne ngrejnë fjalën, të ngrejnë zërin, ata shkojnë në kërcënojnë. Por unë e di atresën nga vjen, ne të gjithë e tim atresën nga vjen. Nëse qeritarët dojnë të bojnë duke prekur familje tona, atëherë ju tregojmë se ne mund të kthejmë edhe me kanun. Dhe nëse e kthejmë me kanun, e të marrim kushtetutën me vete, atje ku në shkojnë. Pra, revolta nuk vjen nga ne, revolta nisi për shkakun e tyre, agresioni do të fillojë për shkakun e agresionit të tyre, dhe çdo gjë, çdo degradim e qytetarisë vjen nga ata që kanë përdorur fjalët më të rënda kundër popullit në përtumbime dhe në parlament, dhe kjo do të ketë adresë qeverinë. Ju bëjmë thirrje dhe zyrave ndërkombëtare mike të shqiptarëve. Të bëjmë presion në qeveritë kriminale, të ushtrojnë dhe të mësojnë atyre demokracinë e vërtet, jo fasadat para medjave dhe krimin mbas tyre. Për ndryshe, ju betoj, jam unë dhe shumë të tjerë jemi të plotësuar në jetën tonë. Do jetë krenari nëse do të vjapim kultim vdekjes tonë, duke luftuar mizorinë që na shkelur Shqipërinë për 35 vjet.
Përshëndetje të gjithëve. Jam Anaj Smehili, jam nga Vlora. Kemi mbajtur qëndres, po qëndres si që keni mbajtur ju, nuk kanë para asnjëherë në këtë histori. Faleminderit, e shpëtuar Gjus Veneci, e shpëtuar Gjus Sazanin, edhe ju betojmë, unë, familja ime, ka prona në Dukate në Karabrun, nuk kemi për të tjetërsuar, nuk kemi për të shitur. Dhe daloni pare në protest. Kam një mesazh për ta patjetër. Nuk është në mod të jesh politikan, është në mod të jesh popull. Kam një mesazh. Kam një mesazh për ata që po e mbajnë akoma në pushtetat e Edi Shelit. Ta dini që lojtari më i rrezikshëm i shaut është ai që ka humbur lojën edhe vazhdon luan, sepse nuk ushten asnjë pjesë do ju vrasin e juve. Prandaj me që ai përmendi kanunin, kanuni thotë që tradhtarin duhet ta nxjerrësh në shtek. Cila i një shtek? Cila i një shtek? Tani, dua